Të dashur shqiptar do mbeteni pa mend. Italianët janë një rroksha dhe jo ne, sepse në gjuhën italiane re i thonë mbretit, nga latinishtja rex, ndërsa në gjuhën siciliane është reggi edhe rei. Kështu është dhe në gjuhën e Asturias, në gjuhën katalan është me dy rrokje, edhe në gjuhën shqipe është reggi. Në librin e Buzukut me Shari është reggi, në gjuhën arbëreshe është reggi dhe në gjuhën e arvanitasve është reggi. Vjen nga latinishtja regem, pra nga rasa kallëzore e emrit rex. Por kjo nuk është gjë e rëndësishme. Pra gjuha shqipe nuk i krijon fjalët nga një rrokshe në shumë rrokshe, por ka ndodhur e kundërta, reggi nga regem në rasën kallëzore të fjalës rex është reduktuar në trajtën e pashquar në regj, në gjuhën e arbreshëve, po ashtu në gjuhën e Buzukut. Kjo e paradaton fjalën mbret, që është gjithashtu një rrokshe që vjen nga imperator, perandor. Gjuha shqipe i shkurton fjalët, është e vërtet, po këtë bën dhe italishtja dhe frëngjishtja dhe të gjitha gjuhët bija të latinishtes. Por në gjuhën siciliane, në gjuhën e Sardenjës është rei, në gjuhën e Asturias është rei, në gjuhën piedmonteze është rei, në gjuhën siciliane është reggi dhe rei, në gjuhën shqipe është reggi. Kjo është forma e trajtës së shquar. Kjo është primordiale, dhe nga format e trajtës së shquar janë krijuar emrat e pashquar, një lloj si parentem, ka dhënë prindi, forma e trajtës së shquar, dhe prind, forma e pashquar. Dhe unë kam gjetur qytetin Ilir, parention, në Iliri, në Kroaci, por eci sotëm. Qyteti Motor është Parentum, në Itali, Parence, është një fshat, ka qenë dikur qytet romak, Ilir. Pra Ilirët kanë folur me shumë rrokje dhe Titus Livius thotë që Ilirët i thonin gentit rex, do me thënë mbret. Nga folja mbretëroj, pra, ka ardhur rex, mbreti, dhe nga rasa kallëzore regem ka ardhur reggi në gjuhën siciliane, në gjuhën e Sardenjas, në gjuhën e Asturias dhe në gjuhën shqipe, arbresh dhe atë arvanitase. Një gjuhë është ajo. Pra gjuha shqipe gramatikisht sillet si bie latinishtes dhe ilirët në Shkodër flisnin latinisht, i thonin mbretit rex dhe në rasën kallëzore regem. Pra, kjo fjalë ka qenë në gjuhën ilire. Ilirët kanë qenë një popull italik. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, sepse grekët na bindën e që ilirët ishin grek, sepse kur varroseshin ilirët, mbi shkrimet ishin në greqisht, sepse zotat ishin greke, dhe kur takoi Zeusi në botën tjetër, ai fliste greqisht sipas ilirëve. Monedat gjithashtu ilirët i shtypnin në greqisht, kjo është e tmerrshme, dhe gentem, latinishtes, shtypet në monedha genthios, si në dialektin e Korinthit. Ndoshta ilirët bënin tregti me qytet-shtete greke dhe përdornin monedat në gjuhën greke. Por flisnin latinisht. Është e sigurt. Këtë thot Titus Livius, dhe emrat e lumenjve në Iliri janë në latinisht, luginat janë në latinisht, emrat e mbretit mbretreshës janë në latinisht, e vëllezërve të mbretit janë në latinisht, madje edhe aristokracisë janë në latinisht. Atëherë ilirët flisin gjuhë latine, jo greke. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë epokal.